Si e kaluam ditën me familjen tani në York, në një qytet të vogël të Anglisë, I cili është shumë turistik edhe shumë I bukur. Ja vlen domethënë ta vizitoni nëse jeni aty afër. Neve shkuam ditën e dielë, ndaj edhe shikoni që kishte goxha njerëz. Nëse shkoni ditët e javës, besoj se do jetë më qetë, po sido që ta bëni tani është qytet turistik edhe të gjeni njerëz atje e nuk mund të gjeni rrugët bosh, më vjen keq. Neve shkuam të dielë, edhe siç mund të shikoni koha ishte perfekte, që të gjesh kohë të tillë për në Angli, duhet të jesh me shumë fat, kishim fat e vërteta është, se na bëri kohë e mirë, edhe nuk bënte fare ftohtë. U ulëm në fillim për një kafe, unë edhe burri kafe, një lëng frutash për djalin, të cilin vajti ma derdi mbi kekun, mora edhe një kek. Nuk e nxora dot se ma derdi djali të gjithë lëngun e tij mbi kek, po s'ka që pastaj burri vajti mori tjetër. Çfarë më bënte, s'u lindje dot ashtu. Edhe pasi pim kafen e mëngjesit, se vajtëm shpejt në mëngjes, pastaj ja dolëm që të shikojmë të gjithë qytetin, dolëm edhe me këmbë edhe me autobus, do t'u shpjegoj te pjesa tjetër.